Si e she? Shiko, e para njëherë që përgjithsisht politikanët shqiptar e kanë keq përdorur vlerën e harmonisë fetare, pa përjashtim, duke filluar nga Rama. Dhe në këtë kontekst, Rama bëri një fjalim surrogato, sepse tha, gjysma ime më e mirë është muslimane, unë jam katolik, ndërsa djali është i lirë të bëhet dhe hebrej. Dhe se ka idem fare se ç'është hebreu dhe si mund të bëhet hebrej. Por e përcaktoi ama. Ky njeri përcaktoi fatin e të birit vet. Ndërkohë që gjithë ja lan dorë Zaus. Po prandaj aty. Po tha ka drejt, tha të bëhet edhe këtej, e përcaktoi çka ka drejt Zau. Dorë ka, po dorë shkosh vetëm këtej. Megjithatë çënësi. Shqipëria midis SBA-s dhe BE-s, kush janë problematikat që ka BE-ja tani? Ka dy gjëra më. Ka qëndrim krejtësisht kundër BE-ja ndaj qasjes palestineze, sepse shtetet europiane të Unionit e kanë thënë qëndrimin e tyre nga fillimi deri në fund. Jemi për zgjidhje me 2 shtete. Ndërsa Trumpi gjithnjë më tepër është larguar zgjidhjes me 2 shtete. E dyta, BE-ja ka një problem me këtë lloj bordi sepse e shikon si një rivalitet të Kombeve të Bashkuara dhe gjithë institucionet brenda Kombeve të Bashkuara. Është akoma, ndërkohë që analistët dhe njerëzit pranë Trumpit gjithnjë më tepër i mshojnë idesë që ky bord i paqes do jetë, si thua, do jetë gur themeli i rendit të ri botror. Por çfarë rendi botror po na propozojnë neve këto? Një rend botror kur vlera, dinjiteti, liria, e drejta e sovranizmit s'kan asnjë lloj vlere. Nuk kanë asnjë lloj peshe. Tani ajo pyetje që ju thatë zoti Rakipi që lidhet me religionin. Unë mendoj që, edhe një pikë tjetër, pjesa më e madhe e shteteve të BE-s e cilësojnë Izraelin, qeverinë izraelite si një qeveri genocidale. Kryeministri izraelit nuk shkon dot pjesë më të madhe të vendeve europiane, anëtare të BE-s, dhe këto janë qëndrime shumë mëdha. Shqipëria vendosur në këtë, si thuhet, në këtë vorbull kontradiktash, mund edhe të paguajë më. E ka të garantuar atë që tha zoti Bushati pak më herë, qasjen intelektuale dhe historike, sepse kemi rastin e Irakut. Megjithatë, pse Shqipëria, dhe këtu unë dua të qëndroj pak, pse Shqipëria po ftohet dhe pse është e rëndësishme për presidentin Trump? Në qoftë se ndoqet me vëmendje, sepse u ndan disa role sot, megjithëse akoma plani nuk është i qartë, po dal nga dal po qartësohet. Me sa duket, këto kanë vendosur ta formsojnë planin në ecje sipër, nuk ka një plan të qartë dhe të përmbyllur. Kush ishte roli i Shqipërisë? Do vendosen 20.000 trupa stabilizuese, paqëruese. 8.000 nga të cilat i ka marrë përsipër Indonezia dhe ai përmendi Shqipërinë dhe Kosovën. Atëherë do jenë 5 shtete që do formsojnë këto trup për 20.000 ushtarësh, po themi. Atëherë kush do jenë 2 tjerët që mbeten? Një patjetër që do jenë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Ka pas një debat shumë të madh që mos jetë Turqia. Izraeli ka refuzuar. Pra, presidenti Trump është kujdesur që forca stabilizuese ose paqëruese, varet se si do ta quajnë, që të jenë aty të jetë pjesa më e madhe nga vende muslimane. Dhe nga vendet muslimane, se dhe vetë Hamasi dhe palestinezët kanë problem me një pjesë të madhe të vendeve muslimane, siç është Emiratet e Bashkuara, Arabia Saudite, Egjipti etj. Shqipëria është një vend që me modestinë e vet, edhe për të arsye që tham vlerat e harmonisë fetare etj. Nuk njihet për konflikte fetare, është një vend i pranueshëm edhe për vetë palestinezët. Kështu që kjo ka qenë gjetja e presidentit Trump për Shqipërinë. Përndryshe Shqipëria s'ka si forcë kontributore. Sot u mblodhen, vetëm sot, u mblodhen 17 miliard euro si fillim. 7 i dhanë pjesa e Gadishut, 10 futi Shtetet Bashkuara të Amerikës. Po ka i problem tjetër, zoti Rakipi. Është 60 deri në 100 miliard rindërtimi i gjithë Gazës. Kush do t'i japi këto para? Dhe nuk është thënë asgjë për resurset që ndodhen në detin e Palestinës, ku vetëm një pus gazi është mbi 60 miliard. Kush do t'i menaxhojë pasuritë e Palestinës? Mos vallë, do jemi me këtë 17 miliard dhe këto do turren pasaj kompanitë që do përcaktoj ky bord të marrë resurset e Palestinës dhe me atë fitim ndërtohet Palestina, domthonë është çik rrumuj. Po megjithatë, unë mendoj që në pjesën më të madhe pavarësisht kritikave, Shqipërisë nuk i bën dëm. Nuk i bën dëm. Në afat gjatë. Ja, pres vetëm një sekond para se ndrysh. Çka si më shkruajnë? Sa interesant është. Rindërtimi i Gazës është një projekt imobiliar i familjes Trump. Ne, domethënë kjo na shkon për shtat ne, jo, ti je politikane dhe. Po është një projekt imobiliar i familjes Trump që veç të tjera shpopullon Gazën nga palestinezët. Shkruan njëri krejt pa interesa të politike,
Dhe as interesit, një sekundë vetë. Pa qartë. Kjo është pika ku interesat private të Trumpit, një sekundë, kjo është pika ku interesat private të Trumpit bashkojnë me interesat dhe politikën kolonizuese të Izraelit, që ne kemi parë vazhdimisht. Dhe është një projekt kriminal që u vjedh tokën palestineze. Se nuk dihet këto, shiko se po flasin për resurset ndaje, kush do i menaxhoj këto hotele që po ndërtohen ato? Kush do i ndërtoj? Në qoftë se kujtohet, plani për rindërtim që në fillim të herës në gojën e Trumpit kush ishte? Të shpopullohet Gaza nga gazianët dhe të rindërtohet. Ky ishte ideja apo? Pra kjo ishte. Dhe ai që prishi planin fillestar ishte refuzimi i Egjiptit dhe Jordanisë. Ato nuk pranuan, apo jo. Tani akoma e kemi të paqartë, a do qëndrojnë këto gazianë këtu pasi bëhet rindërtimi apo jo? Kjo është e para. E dyta, ju bët një pyetje shumë delikate dhe nuk e zaurojmë dot këtu. Dimensioni religios që ka konflikti është thelbi i fshehur i konfliktit është pikërisht ky. Se janë 3 vendet e shenjta botërore. Është vendi më i shenjtë i krishterimit botëror, dhe mos harron Gaza që muajin e parë Izraeli shkatroi një nga 3 kishat më të vjetra krishtere në botë, që ndodhin verit Gazës, apo jo? Është muri i lotëve dhe Xhamia El Aksa, cilët Izraeli për ditë, dhe ajo ka status nga UKB-ja, është saktuar Jordania si kujdestare. Ditë për ditë Izraeli e dhunon atë, dhe Shtetet Bashkuara dhe gjithë vendet tjera, pjesa më madhe heshtin. Ky është një konflikt i fshehur dhe solidariteti me Gazën prandaj është kaq i gjerë midis tjerave. Nuk është vetëm çështje humane më, se pat Ruanda 1 milion të vrarë. Gjithë civili ishin dhe ato. Nuk pat këtë solidaritet madh. Pra do të them këtë që pra pavia religioze, megjithëse e heshtur se të gjithë nuk duan ta nxjerrin plan të parë, ekziston dhe funksionon. Tani unë diçka do shtoja unë që qëndrimi diplomatik i Shqipërisë ka qenë prej shumë vitesh, zgjidhje me 2 shtete. Tash këtë zgjidhje me 2 shtete edhe në parlamentin e Izraelit dëgjuam të çfaqur nga goja e kryeministrit. Po, zgjidhje me 2 shtete. Me 2 shtete që kështu nuk mund ta mohojmë që gjithë diplomacisë shqiptare, që Shqipëria është një vend të ri, unë e kam parë me shumë. Një vend është diplomacia shqiptare promovon pikërisht zgjidhjen me 2 shtete dhe ka qenë prej kohësh, po dhe po ta lexojmë mbetet edhe në fjalim kjo gjë ishte. E tha në fund pak para se e rëshqit. Pra e tha atë. Një pyetje që mund të vijon të mbetet si një, si thuash, që është i mbitort. Të mbetet si një shpatë varur, është kjo, politikisht. Nëse be do të përpiqet të mbajë distancë nga ky projekt, jo vetëm nga projekti, po dhe ky projekt varet nga të gjitha, nga distanca e madhe, ku Trump përgjithsisht e ka refuzuar Bashkimin Evropian. A mund të jetë problematike kjo zgjedhje që ne kemi bërë për integrimin në ditët që vijnë? Kjo maggjoranca ka fituar zgjedhjet me kartën e integrimit në Bashkimin Evropian. Këto zgjedhje. Tani unë mendoj që kemi një fat që t'i përgjigjemi pyetjes tuaj direkt mbas takimit të dieshëm. Kishim një takim dje me grupin parlamentar të Bashkimit Evropian që vinë për politikën e jashtme dhe që bën një takim me disa. Ata thanë nxitues. A më bëhet pyetje për integrimin. Okej. Po më bëhet pyetje për integrimin. Ata thanë u nxituam, ne i dham një përgjigje. Ata thanë një qëndrim që mbajtën ata për integrimin, që integrimi si po ecën në Shqipëri, ata e shikonin me hapa pozitiv. Fakti që kemi hapur kapitull shpejt. Për ditët që po vinë. Për ditët që po vinë, pra tani gjithë kjo gjë është për ditët që po vinë. Dhe tani jemi okej se bordi ndodhi sot.